Zoti Osmani, në një kohë kur në Hag po zhvillohet gjyqi ndaj ish komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në shumë raste edhe me informacione nga Serbia, ka dalë në skenë një dokument ku bëhet me dije se në mes të Tiranës do të hapet një televizion serb. Çfarë është kjo lëvizje? Ato informacionin parëmbrëme kam gjetur. Kam bërë video me dokumenta. Çfarë është kjo lëvizje dhe si mund të lejohet që një televizion serb të hapet mes Tiranës? E kam bërë unë video parëmbrëm në kanalin Krishnik Osmani në YouTube dhe kam nxjerrë me dokumenta, me dëshmi, me kush janë dhe si po janë Beograd Arena që hapet televizion në Tiranë. Është regjistruar në QKB në 2024, tashmë në 2025 deri në 2026 e ka rrit kapitalin nga 5.000 euro në 130.000 euro. Ju merreni me media, unë merrem me media. Mediat nuk janë biznes fitim prurës në Shqipëri. Mediat jetojnë me parat e biznesmenve oligark, të cilët marrin tender leje ndërtimi nga Edi Rama dhe mbajnë pushtetin e Edi Ramës duke paguar gazetarët e shkret. Një pjesë janë për bukën e gojës, një pjesë janë të shitur me dëshirë, një pjesë sepse nuk mbjetojnë dot, ndryshe në Tiranë kanë ardhur nga cepat e ndryshëm të Shqipërisë dhe janë të detyruar të dorëzohen atyre. 10 oligark kanë nga i televizion, kanë nga 15 gazetar, kanë dhe studio të analizës, bëjnë biznes. Tashmë duke qenë që gjithçka kontrollohet, Beogradi është duke ushtruar deri në fund, po godet në të gjitha anët. 1 godet në Hag, 2 nga godet në Washington me supremaci absolute në diplomaci, në ambasadën e Beogradit në Washington, Jugoslavia që po bëhet gati të rikthehet me planin e Vučićit për ushtrimin e hegemonisë serbe në Ballkan. Beogradi dhe Serbia kanë ambasadën e tyre në Washington dhe në New York 237 antar punësuar. Ambasada shqiptare në Washington dhe konsulata shqiptare në New York ka 7 veta me gjithë pastruesen dhe shoferin. Ata na kanë mposhtur në Washington. 1. E para, e dyta, agresiviteti i diplomacisë serbe vjen pikërisht në këtë kthes gjeopolitike, sepse ata e dinë shumë mirë që ky është momenti për të mësyer dhe për të rikthyer hegemoninë serbe në Ballkan dhe planin e Aleksandar Vučićit për botën serbe. Siç e kam denoncuar edhe 2 net më parë në kanalin tim, ajo që po ndodh është hapja e një televizioni, i cili do të bëj këtu propagandën e relativizimit të propagandës serbe dhe normalizimit. Ata nuk do të vinë më me tanke, ata nuk do të vinë më me ushtri, ata do të vinë me soft power, me ndikim mediatik, me ndikim të ndryshimit të narrativës. Si do të ndryshoj narrativa? Nuk do të vinë këtu t'ju thonë Serbia është e mirë dhe Shqipëria është e keqe. Targeti është Kosova. Thika është në shpinën e Kosovës. Do vinë këtu dhe do thonë ne jemi të gjithë kriminal, një lloj leje ta mbyllim këtë histori, sepse është diçka nga e kaluara. Ju na keni vrarë, ne ju kemi vrarë, tani ta mbyllim këtë histori. Normalizimi i narrativës dhe barazimi i kriminalit me viktimën është hapi dhe synimi madhor i Beogradit në këto moment. Hapja e mediave në Tiranë me televizione të Serbisë, të lidhura direkt me vajzën e Miloševićit dhe me Telekom Serbia që kontrollohet komplet nga Aleksandar Vučići dhe shërben, është kompani e tij dhe me media pranë tij të cilat shkëlqejnë imazhin e Vučićit, ka vetëm një synim: nguljen e thikës në shpatullën e Kosovës këtu nga Tirana. Ndaj, të gjitha ulërimat dhe britmat që vinë nga Tirana për mbrojtjen e UÇK-s janë të shtirura, janë të pavërteta. E vërteta është duke fshehur poshtë tapetit, por nuk po ja tregon njerëz shqiptarëve dhe shqiptarët janë në një mpirje masive, sepse bombardimi me rena është i frikshëm dhe janë shumë të pakta dritarët që japin, tentojnë ta oksigjenojnë këtë popull apo ta intubojnë. Populli është në reanimacion. Kemi ca dritare të vogla mediatike,
ndoshta YouTube i ka bërë punën më të madhe që po bëjnë betejë. Ju që hapni në drejtare her pas here, ndonjë kanal tjetër në YouTube që hap kanalin her pas here, establishmenti mediatik që kontrollohet nga bosët e ndërtimit dhe bosët e tenderave në Tiranë ka vetëm një ushtri me rrena që quhen analist, mashtrojnë shqiptarët për llogarit agjendave të mëdha. Zoti Osmani, kam dhe i pyetje të fundit, lidhet me një qasje të zotit Rama ndaj vendimit gjykatës kushtetuese për të lënë në fuqi pezullimin e Belinda Ballukut. Në fakt, në vend që kishte një qasje në zbatim të këtij vendimi, zoti Rama shkoi deri aty sa tha, ne kemi ndërmend të marrim hapa ligjor për të ndryshuar ligjin lidhur me nenin për pezullimin e zëvendës kryeministres. Si shikoni këtë lëvizje të zotit Rama dhe a besoni që kjo lëvizje është e imponuar nga zonja Balluku? Atëherë tani nuk do ju përgjigjem më si eksperti gjeopolitikës, por si eksperti dyfisht, si eksperti gjeopolitikës dhe si kryetari i partisë Lëvizja e Dheu, partia më e bojkotuar në Shqipëri. Ju ndoshta harruat të më prezantoni në fillim bisedës. Është partia më e bojkotuar në Shqipëri tek gjitha mediat e Tiranës, sepse ata terrorizohen që të dëgjojnë këto mesazhe. 1. Edi Rama e ka bërë këtë në tentativë për të bërë grushtin e shtetit për të cilin ai pretendon se po ja bën drejtësia dhe gjyqësori. Po godet spakun sepse Edi Rama e di që establishmenti sorosian me Clintonët, me sorosianët dhe të gjithë ata të cilët e mbështeten tek shteti i thellë tashmë janë në luftë civile. Siç e thash në fillim të bisedës, Edi Rama e di shumë mirë që Amerika ja ka mbyllur të gjitha dyert dhe nuk do ta kontaktojë atë. Ky është vendim që është marrë në Amerikë. Tashmë ai po bën gjithçka që mundet në mënyrë që të mbijetojë dhe po tenton të bëjë një grusht shteti. Tashmë po më thonë njerëzit, po si na bën humor o kreshnik, si mund të bëj grusht shteti një njeri që është në pushtet? Ja po ju atë tregoj. Goditja e nenit 242 të kodit procedurës penale dhe heqja e nenit i cili ndalon pezullimin e gjyqtarëve të korruptuar është puç shteti dhe rënja e Republikës. Grushti i parë i shtetit u krye nga Balluku dhe Edi Rama në zgjedhjet e manipuluara të 11 majit, të gënjura, të mashtruara dhe të vjedhura me ndihmën e karteleve të drogës dhe të kokainës, të cilat i kanë dalë qartë në raportet e europianëve dhe të amerikanëve. Ata nuk duan më Edi Ramën dhe nuk kanë asnjë kontakt me të, as Amerika, as Shtëpia e Bardhë, as Departamenti i Shtetit. Elisa Spiropali shkoi ke mëngjesi i lutjeve ku blien biletat nga $5.000 dhe nga $10.000, isa jo kush do bileta ja gjen Fatmir Mediu, se ka ai 2-3 mashtrues atje që i gjen biletat. Shkoi ministra e jashtme e Jona dhe se priti as ministri i jashtëm Rubio. Ajo del në Facebook e i thot shqiptarëve jam ke mëngjesi lutjeve në Washington, edhe 200 metra mbrapa ishte fotografia Trumpit që fliste nga televizori. Këta nuk po takojnë më dot as rojet e tualeteve të Departamentit Shtetit. Kanë krizë. Ndaj, çfarë po bëjnë? Do bëjnë të pamundurën që të kontrollojnë situatën këtu në Shqipëri. Kanë dhe Saliu nga ana tjetër i cili është duke mbajtur fort vendin e opozitës që të ruajnë të dy monopolin dhe të mos ketë më lojtar alternativ. Ndaj, Rama po përgatit grushtin e dytë të shtetit. Grushti i parë ishte kur mori 82 mandate me krimin e organizuar dhe me kartelet e kokainës, dhe Rama thot sot po më bën drejtësia grusht shteti, si mund të vi Spaku dhe GKH-ja të vit mua të më godasi ministrin, apo ai është pjesë e ime, ka memru unë, ka imunitetin, është ekzekutivi. Si mund të vi? Po mirë, nëse nesër Edi Rama me kartelet që ka dhe me ndihmën e gjithë anti-shqiptarisë këtu në rajon, mund të marrë zgjedhjet edhe 100 mandate. Mund të fitojë edhe 140 mandate Edi Rama. Dhe mund të marrë vendim me 140 mandate t'ja kalojmë Shqipërinë Beogradit. Mund të marrë vendim të bëhet vetë mbreti i Shqipërisë. Si në vend të Ahmet Zogut, ka pas Zogu ka qenë mbret, edhe ky shpallet mbret. Fiton më, ky mund të fitojë sa deputet don, kush do ta ndalë?
Kodi zgjedhor e kanë bërë vetë Rama me Saliu. Votat i numërojnë vetë Rama me Saliu. Kush del jashtë rreshtit të tyre ekzekuton Rama me Saliu. Ky është grushti i shtetit, nuk e ka bërë Spaku grushtin e shtetit. Amerikanët dolën i thonë sot, Nancy Varnhorn i tha, do ta këpusim dorën tënde nëse shkel dhe ndërhyn tek drejtësia. Pra nuk ke më shans ta ndryshosh nenin 242. Sepse erdhi deklarata nga zëdhënësja e ambasadës, tha është rreptësisht e ndaluar ndërhyrja në drejtësi. Sot ja ka thënë. Dje tha Rama do ndërhyjmë, tha do ndryshojmë kodin. Edhe i herë kthehemi tek origjina e bisedës tonë. Maja lartë ka luftë civile. Rama po bën puç dhe grysh shteti që të fitoj kohë. Berisha po bën protesta që të fitoj kohë. Kodin dhe gjithë puçin e shtetit e ka bërë Rama me Berishën bashkë. Dhe këtë shqiptarët e shkret nuk duhet ta kuptojnë, sepse nuk i lën ta kuptojnë. Është një popull madhështor ai që del dhe proteston. Kanë dalë nga urrejtja për këtë regjim. Por shkretët nuk e dinë se përse dalin, sepse nuk e dinë se çfarë luhet mbrapa në kulisa. Puçi është bërë, puçi ka mbaru punë. Ndaj, nëse ndërkombëtarët, nëse Amerika bie dhe gjujzohet atje në Washington, në rendin e ri botror, ne do të ikim këtu, do të paguajmë fatura të mëdha. Nëse Amerika ka dëshirë ta ndihmojë këtë popull dhe sistemi ka mundësi të riformatoj veten e vet, siç po bën, sepse Edi Rama ishte lojtari i sistemit, ishte produkti George Sorosit, 30 vjeçare politika, 34 vjeçare, Majtas dhe Djathtas, PSPD ishin të dyja produkti George Sorosit. Shqiptarët më pyesin dhe thonë, po pse po i djeg George Sorosi këta kur janë? Sorosi dhe sistemi i djeg disa nga lojtarët, i bën kurban që të pastroj vetveten dhe të ruaj vetveten. Kjo është e gjithë skema. Shqiptarët unë i përgëzoj të gjithë ata që protestojnë. Janë vëllezërit e mi, po bëjnë gjën e duhur, por janë në kurth, janë të kapur. Nuk po çojnë atje ku duhet, sepse ka një monopol bipolar politik që ka ndërtuar Rama me Berishën, me marrëveshjen e 2008-s me kodin zgjedhor. Nuk do të lejojnë ata kur të zgjidhet një njeri që nuk duan ata të dy. Ndaj populli duhet ta kuptojë këtë. Ky është puçi më i madh i shtetit. Ndaj po ndërhyn Spaku me GKK-on. Po Spaku pse po ndërhyn? Se ka marrë malli me vendos drejtësi? Jo. Spaku po ndërhyn sepse Spaku do të ngjitet tek barka e Trumpit dhe po bën kurban ballukun dhe nesër nëse do t'i kërkoj Trumpit do të bëj kurban edhe Edi Ramën. Edi Rama e ka kuptuar këtë dhe ka thënë do të shkoj, do ndryshoj nenin 242 të kodit procedurës penale, do mbroj veten, presidentin, Endri Shabanin që e vuri vet atë Karagjozin e Nismës, atë e Oksfordianin që do luftonte Saliun edhe Edi Ramën dhe që shkon e bën me votat e Saliut dhe me votat e Edit e zgjodhen avokat populli. Po tallen me shqiptarët. Shqiptarët thonë, pastaj e ka fajin Krishniku se nuk i bihet të gjithëve. Po tallen me shqiptarët, po na zhdukin si kom. Çfarë t'ju themi shqiptarët? Tu themi rena. Kjo është e vërteta. Ndaj Edi Rama po ndërhyn, sepse Edi Rama jo 82 mandate. Edi Rama mund të ketë nesër 140 mandate. Mund të fitoj nesër 140. Ai nuk i fiton sepse nuk do. Ai ka kontrollet e grupeve të gjithë. Ai ka kartelet të gjithë. Ai ka grupet armatosur. Ai ka grupe me para. Ata i kanë parat me dhoma. Kanë miliarda e 10 miliarda euro, mund t'i fitoj Belinda jo 82 mandate, po 130 mandate merr Belinda. Ndaj, këtu jemi në momentin historik. Ndërhyn Amerika me i dhoni dorë këtij populli që të mos zhduket, shpëtojmë. Nuk ndërhyj Amerika, do ngrihet populli. Po s'u ngrit populli, kemi marru punë si popull. Më vjen keq që them. Kjo është e vërteta, ndoshta mund të tingëllojë e hidhur për disa, por duhet i themi sa të vërteta nëse duam të shpëtojmë si kom. Si po shikoni gjithë këtë proces gjyqësor në Hagë dhe në të vërtet, a janë ish-komandantët e Ushtrisë Limbëtare të Kosovës ashtu siç i përshkruajti Prokuroria Speciale në pretencën e lexuar ditën e djeshme? Ajo që po ndodh në Hagë është një çështje më e madhe se sa
ish drejtuesit e UÇK-s, ajo që po ndodh në Hag është një proces i komplikuar gjeopolitik që ka lidhje me dinamikat globale në këtë moment që po kalon bota. Është një kthes e madhe historike që lidhet me reformatimin e botës dhe shqiptarët janë në një pikë të vështirë, janë në një pikë të rrezikshme të kësaj situate dhe të këtyre zhvillimeve, dhe në qoftë se nuk janë të vetëdijshëm për atë që po ndodh, rrezikojnë të paguajnë fatura të mëdha. Ajo që po ndodh në Hag është goditje dhe tentativë për të bërë një atentat ndaj UÇK-s, ndaj Kosovës, ndaj gjakut të derdhur për lirinë e Kosovës, është atentat ndaj Amerikës, është atentat ndaj NATO-s, është atentat ndaj Pentagonit, është atentat ndaj shefit të NATO-s, generalit Wesley Clark, është atentat ndaj sulmit dhe intervenimit amerikan për çlirimin e Kosovës, është mbi të gjitha atentat ndaj çdo pike gjaku shqiptar të derdhur për lirinë e Kosovës, kundër mega makinerisë gjenocidale serbe të drejtuar nga Slobodan Miloševići dhe sot nga pasuesit e tij në politikën më të lartë të Beogradit. Është një vendim i pabazuar në fakte konkrete, përveç se mbi trillime dhe poshtërsi të dirigjuara nga Beogradi dhe satelitët më të mëdhenj të Beogradit, të cilët kontrollojnë dhe diktojnë lojën e tij rajonale për nevojat e tyre gjeopolitike. Tentativa e Hagës në këtë moment për të shpartalluar në themel dhe për të ekzekutuar me një plumb në zemër të gjithë çështjen e Kosovës ka synim të demoralizojë shqiptarët dhe aleatët e tyre më të mëdhenj ndërkombëtar në mënyrë që të gjyzohen për planin e ri, për projektin e ri, që është agenda e Aleksandar Vučićit, Aleksandar Vulinit dhe qarqeve të tjera ekstremiste serbe, të cilat duan ta rikthejnë Kosovën me të hijen tek ëndrat e tyre, gjë që nuk ka për të ndodhur. Zoti Osmani, ju folët për një komplot ose për një skenar të mundshëm. Nuk ka komplot këtu, është e qartë ajo, nuk është komplot. Komploti bëhet në mënyrë më të fshehur. Nuk ka komplot, ata po e bëjnë hapur. Pyetja ime është ku e marrin gjithë këtë fuqi kur ju thoni që është kundër NATO-s, kundër SBA-s, kundër shumë, po themi, qarqeve të rëndësishme që kanë fuqi shumë të mëdha botërore. Pra, kush po e bën gjithë këtë skenar? Pyetja është e rëndësishme. Kush po e bën dhe si guxojnë të godasin? Fillimisht duhet kuptojmë kulisat se çfarë po ndodh sot në planet. Ka një luftë civile në majën e elitave globale. Luftë civile tek maja e shtetit të thellë në Amerikë, ka luftë civile tek i gjithë establishmenti botëror perëndimor, i cili ka drejtuar hemisferën perëndimore prej vitit 1945 deri më sot. Kjo luftë civile që ka shpërthyer atje ka plasur edhe pusetën e Epsteinit, që ishte një shantazhues, nuk ishte thjesht një personazh kriminal që kryente aktivitet antiligjor, pedofilie dhe seksi me të mitur për elitat botërore, ishte një instrument i madh kontrolli nëpërmjet të cilit kontrolloheshin dhe shantazhoheshin elitat botërore. Puseta ka shpërthyer brenda elitave të botës, ka luftë civile. Janë në luftë civile korporatat e mëdha, globalistët, klanet e armëve, klanet e paqes të luftës, Pentagoni, CIA, agjencitë e zbulimit dhe të gjitha këto polet tashmë janë në përplasje. Do të nxjerrin dhe kanë nxjerrë koburën ndaj njëri tjetrit në ballë. Secila palë thotë që ka armë shkatrimit masiv, secila palë thotë që ka video për palët e tjera. Kjo luftë civile në majën e elitave kontrollohet nga duar të ndryshme, përrjedhoi kemi një luftë civile edhe tek institucionet që prodhoi rendi botëror i 1945, i cili tashmë po bie. Po bie sepse po riformatohet një rend i ri botëror. Derisa të riformatohet ky rend i ri botëror, do të kemi një
paqartësi në vendimarrjen e këtyre institucioneve. Për shembull, Haga, që është një nga institucionet apo një derivat që është gjykatë speciale e krijuar nga vetë Hashim Thaçi, me mbështetjen e Edi Ramës që bën sot si patriot këtu në Tiranë, dhe sikur i prehet barku për Hashim Thaçin dhe për UÇK-n, ishte Edi Rama ai i cili shkoi bashkë me helikopterin e tij, shkoi në Kosovë për t'i bërë presion Hashim Thaçit, sepse establishmenti dhe linja sorosiane e Birnit aso kohë në Ballkan kishte interes që të hapej gjykata speciale. E hapën gjykatën speciale dhe tashmë ranë brenda vetë asaj që hapën me duart e tyre, sepse Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi nuk e dinin, nuk e lexuan dot gjeopolitikën, nuk e lexuan dot se çfarë do t'i priste më pas. Ata mendonin se nuk do të merrnin dënim nga të njëjtat duar që i krijuan. Pra Hashim Thaçi ishte miku i ngushtë i sekretares amerikane Madeleine Albright, ishte një njeri i mbështetur nga shërbimet amerikane, ishte një njeri i cili e mori përsipër generali Wesley Clark. Wesley Clark nuk është vetëm shefi i NATO-s. Wesley Clark është një personazh me peshë shumë të madhe specifike ndërkombëtare, është si thonë italianët, është pezzo grosso, është kokë e rëndë, kokë e madhe. Ndaj Hashim Thaçi, nga mungesa e eksperiencës tij për të lexuar çfarë fshihet pas perdeve dhe pas lojës ardhshme, siç është 90% e politikanëve shqiptar, që nuk din të lexojnë gjeopolitikën, nuk din ta lexojnë çka ka pas perdeve, kujtojnë se gjeopolitika është lajme. E hëngrën dhe paguan faturë. Paguan një faturë për të cilën nuk kishin përgatitur, sepse Hashim Thaçi dhe komandantët e tjerë të UÇK-s nuk menduan që institucionet e prodhuara nga i njëjti rend botror i cili i ndihmoi ata do t'i godisnin ata tashmë me 45 vite burg. Dhe kjo bëri që ata po goditen sot. Pse po goditen? Sepse establishmenti globalist në majën e tij është në luftë civile. Ndaj, palët brenda sistemit po godasin njerëzit e vetë sistemit. Pse? Për të vënë drejtësi? Jo. Që të mbijetojë sistemi do bëhen disa kurban. Kaq është. Zoti Osmani, si e shikoni faktorin shqiptar në lidhje me këtë gjyq në Hag? Faktori shqiptar është në krizën më të madhe historike që ka qenë ndonjëherë. Faktori shqiptar, nëse nuk unifikon energjitë sot dhe nëse nuk bashkohet i gjithi me të gjitha energjitë e veta, do të paguaj shtrenjtë në këtë botë e cila po lëviz me shumë shpejtësi. Unë e kam shkruar në librin tim prej 4 vitesh, stuvia e thyer, e flas çdo natë në kanalin Kreshnik Osmani në YouTube, e flas sepse përveç jush apo ndonjë medie tjetër, unë jam tërësisht i bllokuar, ju e dini këtë. Nuk më lejohet të flas sepse nuk i përkas as Edi Ramës as Ali Berishës, por kjo është histori tjetër. Shqiptarët, në qoftë se nuk unifikojnë strategjinë e tyre sot dhe të krijojnë një bazament kombëtar, një taban kombëtar, një platformë kombëtare të unifikimit të energjive me gjithë diversionin që kemi me pikpamjet politike, shqiptarët do të paguajnë shtrenjtë. Më 17 shkurt bëhet për Hashim Thaçin, për komandantët dhe për UÇK-n. Është dita e festës pavarësisë Kosovës. E gjithë shqiptaria duhet zbarkojnë në Prishtinë dhe Albin Kurti duhet jetë i pari që duhet dalin protest, jo në mbrojtje të Hashim Thaçit, as të hajnave që kanë bërë korrupsion, në mbrojtje të UÇK-s. Kjo nuk është lojë që lidhet me Hashim Thaçin. Unë e kam kritikuar agresivisht, në mënyrën më agresive të mundshme, Hashim Thaçin kur fliste për shkëmbim territorësh dhe kur flirtonte me Edi Ramën aso kohë për mini Schengen ballkanik dhe për këto pislëqet e tjera, por tani ne nuk po mbrojmë Hashim Thaçin. Sot nuk është në lojë Hashim Thaçi, sot është në lojë UÇK-ja. Dhe gjithë shqiptaria duhet mblidhet në Prishtinë që t'i jap mesazh botës që shqiptarët nuk do të jenë
çap e lehtë në këtë moment. Në qoftë se nuk e bëjnë, do të paguajnë fatura të tmerrshme dhe që lidhen drejt për drejti me ekzistencën e tyre si kom. Ju a kemi thënë ka 4 vite bëuni gati, por thanë jeni konspiracionist, po ku merr një vesh ju, tani i marrin ato që i themi ne dhe dalin i thënë televizion me fjalë tjera. Nuk ka problem. Çështja është që bota po ndryshon. Dhe nëse nuk bëhemi gati për këtë ndryshim, do të paguani fatura të tmerrshme që si keni imagjinuar ndonjëherë. Faktori shqiptar në Tiranë, Prishtinë, në Ilirid, Malsin, Lugin, duhet të riunifikohet dhe të gjejë formula për të bashku energjitë e veta dhe të bëjnë ballë këtij tërmeti ndërkombëtar, i cili fillon nga Haga dhe përfundon tek thelit e tjera ndërkombëtare, të cilat kontrollohen edhe nga miqtë e shqiptarëve, por edhe nga armiqtë e shqiptarëve. Nëse nuk e bëjmë këtë tani, ne rrezikojmë ekzistencën si kombë.